Këtë të premte në gjykatën administrative u mbajt seanca e radhës kundër prokurorit Olsdado. Gjyqtari Hasbib Alliu ka bërë me dije njoftimin mbi vendimin e gjykatës administrative për padinjë qesharake ndaj prokurorit Olsdado. Gjykata administrative ka rrëzuar padinë e Veliajt kundër prokurorit Olsdado. Gjyqtari ka vlerësuar se Veliaj nuk ka interes të drejtë, por të tërthort. Po ashtu ka rrëzuar kërkesën për ndërhyrje përpal në proces nga Asociacioni për Media dhe Drejtësi, si dhe të ish prokurorit Tom Deda. U shpall në Tiranë sot me datë 24/7/2026. Në vijim gjykata në funksion të verifikimit të kushteve formale procedurale të padisë pasi mori në shqyrtim kërkesën e palës paditur Olsdado dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë për mospranimin për shqyrtim të kërkesë padisë për mungesë legitimiteti procedurial të palës padicë Erion Velia dhe Bashkia Tiranë. Gjykata vlerëson se padicë Erion Velia ka interes të tërthort, por jo interes të drejt për drejt. Ndërsa Bashkia Tiranë jo vetëm që nuk ka interes të drejt për drejt, por nuk ka as interes të tërthort. Prandaj gjykata në mbështetje të neneve 15A dhe 39 të ligjit organik numër 49/12 për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative vendosi mospranimin për shqyrtim të kërkesë padisë paraqitur nga padicë Erion Veliaj dhe Bashkia Tiranë që i përket çështjes me numër 7420 akti, datë regjistrimi 22/2/2026, shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës padice. Kundër vendimit lejohet ankim në gjykatën administrative të Apelit Tiranë brenda 15 ditëve nga nesmja e njoftimit të vendimit të shtuar në shkrim. Ndërkohë, avokati i pandehur Plarent Ndreca deklaroi se vendimi ishte i pritshëm dhe se të vërtetën do ta ndjekin deri në fund.